Egli Tako është rikthyer sërish në shtëpinë më të famshme të Shqipërisë, Big Brother VIP, duke bërë të ditur se këtë herë do të jetë për veten dhe për familjen e saj pas gjithë përvojës së kaluar në këtë format. Megjithatë, rikthimi i saj duket se nuk është pritur mirë nga të gjithë fansat, të cilët e kanë mbështetur shumë pas daljes së saj nga Big Brother. Pas rikthimit, duket se numri ndjekësve në Instagramin e Eglit ka pësuar rënje pasi ajo kishte rreth 352.000 ndjekës dhe tani ka rreth 336.000 ndjekës, duke humbur rreth 16.000 ndjekës. Kjo rënje tregon se disa prej fansave të saj janë distancuar pas rikthimit, duke qenë pak dyshues në këtë zgjedhje. Gjithashtu Egli ka mbajtur një distancë nga gjesti, ashtu siç e kishte shprehur më parë, duke lënë të hapur mundësinë për të parë se si do të vazhdojë loja e saj. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.